Qendra për Kulturë në Gostivar njofton artëdashësit se me datë 7 nëntor do të mbahet edicioni i dytë i festivalit Goca e Tivarit 2025, i cili do të zhvillohet në ambientet e Qendrës për Kulturë më 7 nëntor 2025 me fillim në orën 20. Drejturesha e Qendrës për Kulturë Faria Adili tha se ky festival, i cili lindi nga dëshira për të ruajtur dhe për të promovuar trashëgimin ton muzikore, përmes legjendës së njohur që lidhet me emrin e Gostivarit, Goca e Tivarit, tashmë është bërë pjesë e rëndësishme e jetës kulturore të qytetit. Ajo thekson se në këtë edicion do të marrin pjesë artistë nga vendi dhe rajoni, të cilët do të sjellin një program të pasur muzikor me këngë që ndërthurin nostalgjinë, dashurinë dhe frymën e vendlindjes. Kjo emër simbolik mbart brenda vetës frymën e një rrëfimi që bashkon historinë, artin dhe shpirtin qytetar të vendit tonë. Përmes këtij festivali duam të përcjellim mesazhin se arti, muzika dhe tradita janë ura që lidhin brezat dhe qytetet, duke mbajtur gjallë kujtimet dhe emocionet që na bashkojnë. Në këtë edicion do të marrin pjesë artistë nga vendi dhe rajoni, mes tyre Kosovarja këndon nga Ferizaj, ansambli Dardanus nga Tetova dhe shoqëria kulturore artistike Besa e Gostivarit, të cilët do të sjellin një program të pasur muzikor me këngë që ndërthurin nostalgjinë, dashurinë dhe frymën e vendlindjes. Ky festival do të jetë një mbrëmje që fton qytetarët të kujtojnë rrënjët e tyre përmes muzikës, duke e kthyer artin në një urë miqësie mes institucioneve të kulturës nga qytetet të ndryshme të vendit dhe rajonit. E në ndërkohë, Adili paralajmëron edhe ditë e netë të ngjeshura me aktivitete me rastin e festave të nëntorit, ku të gjithë shqiptarët bëhen bashkë dhe shënojnë ditë të veçanta që kanë ndryshuar rrjedhat e historisë. Po ashtu, në kuadër të festave të nëntorit, Qendra për Kulturë do të organizojë një varg aktivitetesh kulturore për të shënuar 21 nëntorin, ditën e alfabetit të gjuhës shqipe, 28 nëntorin, ditën e flamurit kombëtar. Këto manifestime do të përfshin programe artistike, ekspozita, koncerte dhe promovime, duke kthyer nëntorin në një muaj të pasur me ngjarje që mbajnë gjallë identitetin tonë kombëtar dhe kulturor. Qendra për Kulturë i fton të gjithë qytetarët e Gostivarit dhe dashamirët e artit që të marrin pjesë në këto ngjarje për të ndarë së bashku emocionet, krenarinë dhe dashurinë për kulturën tonë të përbashkët.